Raporti I cili e shoqëron forumin I ka gjithmonë 3 shtylla kryesore analitike, 2 të parat ndesin njëjta, ndërsa e treta ndryshon çdo vit. Kapitulli I parë I raportit, vetëm për lehtësi të përcjelljes, trajton zhvillimet makroekonomike dhe analizon trendet që si në kontekstin global, rajonal, po edhe në kontekst Kosovës. Dhe në këtë rast evidentohet se rritja ekonomike mbetet e breshtë dhe pamjaftueshme për të adresuar përshëndetjet strukturore, sidomos në kushtet e një ambienti ndërkombëtar sfidues dhe një mjedisit pa sigurt institucional në vend. Kapitulli I dytë trajton mjedisin biznesor, I cili bazohet ekskluzivisht në dhëna parsorë të grumbulluara për qëllim të këtij raporti dhe vlerëson sfidat me të cilat përballen bizneset në ekonominë e vendit dhe ende vijojnë problemet si migrimi I fuqisë punëtore, kostot e rritura të energjisë, informaliteti dhe barritjera tjera rregullatore institucionale që pengojnë bizneset. Raporti nxjerr në pa se mungesa e stabilitetit institucional ka ndikuar ndjeshëm në besimin e bizneseve, në qasjen e financave si dhe në përqëmëritë e tyre për investime. Këtë vit, për dallim prej viteve të kaluara, kur janë trajtuar respektivisht çështjet që lidhen me migrimin dhe investimet në 2 vitet e shkuara, fokusi këtë vit është në eksporte dhe ne në këtë kapitull do të trajtojmë çështjet që lidhen me jo vetëm me vëllimin e eksporteve, po edhe me diversifikimin e tyre, shtrirjen gjeografike, sofistikimin dhe masa që duhet të ndërmirën për të fuqizuar kapacitetin eksportues të Kosovës. Raporti është përgatitur nga Instituti Reinvest dhe ekipi ynë kërkimor, të cilët I falenderoj. Mirëpo gjithsesi jemi shërbyer edhe me dhëna nga institucione tjera që prodhojnë dhëna, dhe më lejoni të falenderoj Agjencinë e Statistikave, veçanërisht Dyqanet e Kosovës, që kanë shpërndar të dhëna që janë të rëndësishme, veçanërisht për kapitullin e tretë të këtij raporti, po gjithashtu edhe raportet të institucioneve ndërkombëtare, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Instituti Vjenës për Studim Ekonomik Ndërkombëtare, po edhe një anketë që është realizuar me biznese në Kosovë. Ky raport është përgatitur dhe I ndërlidhur me programin tonë Forumi 2015, që shërben si platformë qëndrueshme e debatit mbi integrimet euroatlantike të Kosovës. Më lejoni gjithashtu të theksoj se raportin mund ta shkarkoni edhe nga webfaqja, në agjendë është edhe QR kodi nga I cili mund ta shkarkoni, po edhe disa kopje fizike janë shtypur, cilat besoj se keni me I marrë. Më lejoni që fillimisht të bëj një prezantim të shpejtë të raportit, e mandej t'i kaloj fjalën edhe panelistëve dhe folësve. Në kuadër të kapitullit parë, po jo për nga rëndësia, është çështja jo stabilitetit politik dhe vakumi institucional, siç e thash edhe në fjalë hyrëse, pas zgjedhjeve të vitit 2025, formimi I institucioneve është zvarritur, duke krijuar pasiguri e cila po reflektohet në ekonomi. Kjo për shkak të pozicioneve antagoniste mes fituesit relativ të zgjedhjeve dhe partive tjera në Kosovë, dhe ky vakum po ndikon në investime, në zbatimin e politikave dhe reformave strukturore, sigurisht edhe në përfitimet që institucionet mund të kenë prej mbështetjes që vjen veçanërisht nga plani I rritjes I Bashkimit Evropian. Kjo rrezikon realizimin e projekteve në infrastrukturë, në energji dhe në digitalizim, sigurisht që stabiliteti ekonomik, stabiliteti institucional është parakusht për zhvillim ekonomik dhe në të kundërtën do të vijojë kjo paralizë institucionale që krijon vonesa edhe në buxhet, po edhe ka efekte negative në ekonomi. Një sfidë tjetër, cilën e kemi trajtuar si vjet, ka të bëjë me sfidën demografike, për shkak se nga viti I kaluar, Agjencia e Statistikave ka përmbyllur dhe ka publikuar dhënat e regjistrimit të popullsisë. Dhënat tregojnë se popullsia e Kosovës ndërmjet 2 regjistrimeve të popullsisë është kurrur për 15%, veçanërisht e tretë që është kurrur me 20% dhe janë rrit grup moshat mbi 55 vjet. Dhe kjo sigurisht se I ka presionet e veta, veçanërisht në tregpunës, presione fiskale për shkak të skema pensionale, në shëndetësi, po edhe në nevojën për optimizim të sistemit arsimit. Në anën tjetër emigrimi I trimëve dhe të kualifikuar po e zbehet dhe shtetërron kapitalin njerëzor, dhe në anën tjetër pjesëmarrja grave në tregun e punës mbetet rreth 25%. Pra, kjo sfidë demografike po e kufizon Kosovën për me përfituar prej asaj dividendës demografike që gjithmonë është diskutuar, e që e bën të domosdoshme që Kosova të investojë më shumë në kapitalin njerëzor, qoftë përmes investimeve
siç e thash edhe më herët, eksporti është përmirësuar kur i marrëm bashkërisht edhe marrat edhe shërbimet, për shkak se është kompenzuar për rritjes së eksportit të shërbimeve, megjithatë vetëm eksporti i madrave ka shënuar rënje të lehtë. Në anën tjetër, disproporcionalisht me këtë është rritur importi, që do të thotë se është filluar edhe më tutje është filluar deficiti tregtar. Remitancat mbeten një shtyllë e rëndësishme në sektorin e jashtëm, por pritet ngadalësimi i normës së rritjes, kjo veçanërisht për shkak të presioneve që vendet mikrice ku graviton diaspora e Kosovës përjetojnë apo pritet të përjetojnë në vitet në vazhdim. Investimet e jashtme janë rritur si vlera nominale, mirëpo në raport me GDP ka një rrëmje të ulët. Megjithatë, përtej kësaj mbetet veçanërisht problematike struktura e investimeve të jashtme direkte, të cilat janë të orientuar kryesisht në patundshmëri dhe në mënyrë gati jo domethënëse në sektorin e prodhimit. Sektori financiar në Kosovë, i cili është i dominuar prej bankave, mbetet stabil dhe i qëndrueshëm, kreditë janë rritur, por janë rritur edhe mbi tërheqjet dhe linjat kreditore në mënyrë domethënëse që mund të sinjalizojnë një stres financiar. Rritjet më theksuar ka pasur të kredit familjar, krahasuar me firmat, pra 23% krahasuar me 16.4% respektivisht. I'm Carol Mejman. I'm the new country manager for the World Bank in Kosovo as well as in North Macedonia. I just arrived here a few months earlier, so I'm still very, very new to the country, but already enjoyed it a lot. So thank you for the great presentation, Alban. I think you set the stage with a very detailed and comprehensive analysis of the situation. If you allow me, I would like to start my few words by stepping back a little bit and just reminding us that Kosovo is a very young country, so we keep mentioning about the young population, but I think the young history of Kosovo is to be reminded as well. Just 25 years after the war, and I think if we look back, we can see a remarkable trajectory. And at the bank, we are very proud that we've been able to accompany Kosovo since after the war, starting very much, with the usual reconstruction, but very quickly, trying to span across different sectors, building some foundation for development. And you mentioned many times, the importance of institutions, and I think we've tried also to build the capacity and the institutions. And so 25 years later, we can see that there has been a remarkable trajectory. So I just wanted to start with that. There are also some elements that you may have captured. Pikat shkurta, ne si sektor privat, si odë ekonomike që përfaqësojmë rreth 18.000 biznese në Republikën e Kosovës, kërkesat tona gjithmonë kanë qenë që për institucionet në tarmën, se tash jemi në një kohë kur po shkojmë siç po duket edhe ka zgjedhjet e reja, po të jenë një fokus në reformat jashtme dhe të brendshme. Kur themi në reformat të jashtme, kemi fjalën sidomos me vendet e rajonit për produktet e Kosovës që përballen me bariera qoftë administrative ose jo administrative, dhe qeveria të me kanë kuptim pozitiv më agresiv që me negociu edhe me bë presion që produktet kosovare mos me pas ndonjë barierë prapë qoftë administrative ose jo administrative. Dhe dyta, kërkesë e madhe e sektorit privat është që të punojmë më shumë me institucionet tona të Republikës së Kosovës në nëse muj me thonë, kërkoj falje mësë më keq kuptoni, po në përmirësimin e imazhit të shtetit tonë, për shkak se kompanitë tona, për shkak të tensioneve të ndryshme që ndodhin, kanë pas sfida që të lidhin marrëveshje ose të sjellin edhe investitorë si bashk investuese në Republikën e Kosovës, dhe këtu na vjen një çështje e re, një model i ri, që modeli kroat dhe modeli austrisë janë modelet më të mira ku sektori privat së bashku me institucionet publike inkuadrohet në diplomacinë ekonomike. Dhe këtu kemi shumë nevojë me sidomos mbas rastit ose mbas që jemi futur në sanksionet e Bashkimit Evropian, mbas pezullimit të dialogut strategjik,
duhet me urgjencë që të gjithë të bëhemi së bashku dhe të kyçmi që ta ndryshojmë imazhin e Republikës Kosovës që të jemi më atraktiv për investitorët e huaj, po edhe për investitorët e brendshëm kosovar që i kemi mu kriju një siguri më madhe juridike dhe ekonomike për të zgjeruar investimet në Republikën e Kosovës, jo për të nxjerrë investimet siç është duke na ndodhur tani në vendet e rajonit, sidomos në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe në Maltëzi. Sa i përket në përqendrimit në politikat e brendshme, kemë nevojë urgjente dhe kërkesa e biznesit është reforma të politikat fiskale. Me theks, me një urgjencë të reforma të tatimit të vlerës së shtuar. Ende në 2025 në biznesi e krediton shtetin. Dhe kjo nuk është e drejtë sot. Më pas kemë nevojë urgjente në politikat të arsimit. Sipas një studimi që kemi bërë në odën ekonomike, me një numër, me një mosër të 500 bizneseve, sfida e parë sot është mungesa e fuqisë punëtore. Kurse sfida e dytë është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Ndeshta më ndërlidh te Albani që tha, ndoshta është një çështje që kisha pas dëshirë dalë me gjithë neve me qenë si fokus, subvencionimi edhe targetimi me qenë se ne jemi palën shuese e tyre traktatës ose jemi si synojmë më integruar në Bashkimin Evropian, edhe subvencionet duhet të targetojnë ato biznese ose ato lëmi që në tarmen që ose ne bashkëgjitim Bashkimit Evropian me qenë konkurus me ato biznese në një farforme që në një tarme të afërt bizneset tona kurdo që këto subvencione eliminohen ose nuk vazhdojnë me qenë konkuruse me bizneset e Bashkimit Evropian. Për një arsye të vetme, për shkak se ne gjithë e dim momentin që në një tarme të afërt Kosova ose regioni integrohet në Bashkimin Evropian, ato nuk do të jenë konkuruse. Rasti konkret ndoshta me ndërlidh edhe me çështjen e energjisë elektrike që u përmend këtu. Fatkeqësisht ne që sa vite i kemi subvencionuar mirë po bizneset ose sektorin e energjisë elektrike, në momentin që këto biznese dalin në treg si detyrim i Bashkimit Evropian, ato nuk janë konkuruse me bizneset e regionit ose edhe me bizneset tjera. Prandaj shumë më mirë është të fokusohet subvencionimi ose përkraja e bizneset në eficiencë, në rritje të produktivitetit, në mënyrë që kur ne jemi të detyruar siç jemi tash, si me thonë, me u shty me qenë konkuruse ose të barabartë me bizneset e regionit, bizneset tona me qenë sa më konkuruse. Prandaj, kisha pas dëshirë që gjithë ne bashkarisht të fokusohemi në, si me thonë, identifikimin e bizneseve, konkretisht edhe lëmive, ku ne kemi përparësi shkallës edhe aty t'i përgatisim ato biznese mirë që t'jenë konkuruse me qenë se synimi jonë si vizion është integrimi në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe njëherë veç deshta me i kontribu sa të pak atë që tha nga Albani që Kosova bashkarisht edhe si akademi, edhe si biznese, po edhe si institucione, do të jemi sa më, si me thonë, të koordinuar në targetimin e subvencioneve, nëse kemi mund të themi